Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje miq dhe mirë se vini në një tjetër episod të Top Tech me mua Mateo Kadrion. Sot kemi disa tema shumë speciale për të folur, ndaj le të mos u mbasim fare kohë dhe të nisim direkt me iOS 26. iOS 26, iPhone-i duket sikur ka praktikuar lifting dhe trajtim spa me dizajnin e ri Liquid Glass. Ikonat shkëlqejnë. Widgetsat reflektojnë dritën, saqë dhe ora në lock screen sillet sikur ka fituar konkursin e bukurisë. Apple Intelligence tani është shok klase me ChatGPT-n. Përkthen live në FaceTime, Messages dhe Phone dhe e lexon ekranin më mirë se ti. Sheh një datë, sugjeron vetë që ta vendos në kalendar. Po shikon një mobilje në foto. Apple Intelligence e kupton çfarë është dhe të tregon ku mund ta blesh. Phone app ka bashkuar favorites, recents dhe voicemail në një ekran të vetëm. Call screening merr mesazhin e telefonuesit që të telefonon me privat pa të shqetësuar. Dhe Hold Assist të njofton kur më në fund del një njeri në call center. Messages tani i ndan të panjohurit në një folder të veçantë. Sugjeron vetë sondazhe dhe lejon sponde custom për çdo bisedë. Pse jo? Grupet kanë typing indicator dhe mund të dërgosh dhe Apple Cash. CarPlay më pas është bërë më i bukur. Mesazhet janë të fiksuara, thirrjet më kompakte dhe widgetat të stiluar për në rrugë. Apple Music përkthen tekstet. Maps mban mend vendet ku ke qenë dhe Wallet ofron pagesa me këste. Boarding Pass Live dhe shumë më tepër. Po AirPods-at tani mund t'i përdorësh për të bërë foto nga iPhone-i. iPadOS 26. Pamje e re, Liquid Glass. Gjithçka duket sikur ka dalë nga filmi Blade Runner. Ikonat lëvizin, ngjyrat ndryshojnë me dritën dhe kontrolli i volumit duket me inteligjencë shoku yt. Pjesa më wow, një sistem Windows që më në fund ta bën iPadin të duket si MacBook. Rregullon, zvoglon, rrotullon, i bën çfarë të duash dritares në ekran. Stage Manager, Expose dhe Multitasking që sta pranon me as MacBooku që e kthyer prapë te iPadi. Apple Intelligence përkthen në FaceTime mesazhe e telefonata si shoqja më e zgjuar e klasës. Gjeneron emoji, piktura dhe madje kontrollon dhe tekstin tënd. Files app tani është aq i fuqishëm sa mund të krahasohet me Finderin e Mac-ut. Drag and drop folderat në dock, personalizoj me emoji, bëj çfarë të duash. Preview më në fund në iPad, ndryshon PDF-n, nënshkruan zgaravit si artisti pa shpresë me Apple Pencil. Dhe regjistrimet audio janë me cilësi si në studio. Background tasks, kontroll total mbi gjithçka që nuk do të presësh. Messages me sfondet custom dhe Apple Cash. Journal app si ditar emocional me GPS dhe po, tani mund të marrësh në telefon dhe nga iPadi. Sepse pse jo? macOS Tahoe ka zbritur si një shenjë nga qielli për të gjithë ata që duan Mac-un më të bukur, më të zgjuar dhe më egoist se kur. Pamja e re, Liquid Glass. Gjithçka duket sikur është dizenjuar nga një arkitekt japonez që ka pirë 3 matcha dhe një gotë verë. Doku, menut, ikonat të gjitha të ridizenjuara për të qenë më ti se vetë ti. Mund t'i lyesh folderat me ngjyra, emoji ose thjesht vetdije teknologjike. Phone app në Mac pastaj. Po, tani mund të bësh telefonata dhe nga MacBooku, më në fund. Live activities më pas në menu bar, Uberi, ndeshja, fluturimi, të gjitha lart në ekran si njoftime nga qielli. Dhe me një klik, hapet në iPhone si të hapje portal drejt dimensionit paralel. Spotlight nuk do përdoret më për kërkim, por komanda nga Zoti. Dërgoj email, krijo notes dhe hap Top Tech direkt nga aty. Ka quick keys, shortcuts dhe më shumë funksione se një avion luftarak. Apple Intelligence më pas të përkthen live gjatë FaceTime-it, Messages, madje dhe kur je në telefon duke folur për Big Brother. Apple Games, tani mund të luash më shumë lojra në Mac. Me Game Overlay, voice chat brenda lojës dhe tituj si Cyberpunk 2077, që më në fund vijnë pa pasur nevojë për Windows. WatchOS 26 është këtu dhe Apple Watch tani është më i motivuar se ti. Dizajn i ri Liquid Glass e bën ekranin të duket sikur po i lan syt çdo sekond. Po ylli i shfaqjes është workout buddy, një zë virtual që të flet gjatë vrapit si trajneri yt që ka pirë 5 Red Bull. Edhe 18 minuta dhe ke mbyllur rrethin e stërvitjes. Eco legend, kështu thot. Ai të kujton sa milje ke vrapuar, të përgëzon për rekorde, madje të motivon dhe me fraza aq të sinqerta sa do mendosh. Po ky më njeh më mirë se shoku im. Mesazhet tani përkthehen direkt në kyçin tënd. Live translation në dorë. Plus ti mund t'i përgjigjesh një sondazh grupi pa hequr dorën kafes. Gjesti i ri. Ktheje kyçin lehtë si për t'i thënë më lë rehat dhe njoftimi largohet. Mund të mbyllësh alarmin, thirrjen dhe mëkatet,
vetëm me një kështu. Edhe Notes tani është në Watch, që kjo do të thotë nuk mund të justifikohesh më që harrove të blesh domate, sepse ke një memo në dorë. Më në fund, Elon Musk ka lajmëruar se me 22 qershor në Texas do të nisin taksit me fantazma. Jo s'po flasim për një film Netflixi, po për Teslat që vozitin veten. Pa shofer, pa të lutem ndalo këtu, pa njeri. Mas na e premtoi të gjë që në 2019 me një plan shumë të zgjuar. 1 milion robotaksi në 2020. Rezultati: 1 milion justifikime dhe 0 taksi. Flota fillon me 10 makina. Dhe jo, nuk do bredhin ku të duan. Janë geofence në lagjet më të sigurta, ose si çdo e quanim ne, në lagje pa fëmijë me bicikleta. Këto modely janë parë duke vozitur rreth e qark një lagje si masat që mësojnë të gjuajnë. Dhe sigurisht Elon thotë që çdo Tesla e re mund të vozisë vet. Përjashto faktin që makinat e vjetra nuk e bëjnë dot. Dhe përjashto që full self-driving është ende në netim për aksidentet në errësirë. Po është 2025. Nëse një Tesla pa shofer të merr në rrugë, mbase është thjesht për të thënë me humor që ekzistenca jote në tokë është një beta test. DJI Matrix 400 ka zbritur nga qielli me një mesazh të qartë. Po kërkoni një dron për dasma? Jo. Ky është për misionet që djegin, literalisht. Kjo bish fluturuese që ndron në ajër deri në 1 orë, mjaftueshëm sa për gjetur edhe macën që ka humbur në 2018. Me 6 kg ngarkesë mund të marrë me vete kamerën, megafonin, projektorin, laptopin dhe ndoshta edhe ushqimin për darkë. Obstacle avoidance, legjendar. Me lidar dhe radar nuk përplaset dot as me hijen e vet. Fluturon pranë shkëmbimeve, xhamave, detit, errësirës, ndoshta edhe mendimeve të errëta. Dhe nëse humbet rrugën, kthehet vet në shtëpi, edhe nëse ke harruar t'i thuash ku banon. Video transmetim deri në 40 km dhe nëse nuk të mjafton, përdor një tjetër matrizë si relé. Pse mos dërgosh 2 dron për të parë një kabull tensioni? M'fal tani, po AI sapo ka krijuar një gorill që ka podcast më të mirë se çdo kush. Po flasim për Veo 3, inteligjenca artificiale e re nga Google që prodhon video realistike të çmendura dhe ndonjëherë shumë herë më qesharake se ç'duhet. Duket sikur gorilla sapo ka zbritur nga malet, ka hapur një kanal TikToku dhe është bërë influencer. Po, është ulur në tavolinë, me mikrofon përpara dhe flet për çfarë ndodh kur 100 burra e sfidojnë një gorill. Përfundimi, gorilla fiton por me argumenta. Veo 3 nuk është më thjesht një AI që sheh botën, është AI që e krijon atë. I jep një tekst, një gorill që flet për jetën në Tiranë me një zë si Dwayne Johnson dhe bam, ta bën videon. Me kamera lëvizëse, dritë dramatike dhe gorillën që të thotë, unë s'jam agresiv, thjesht po ri në territorin tim. Humori i egër, realizimi kinematik si në ndonjë film të Christopher Nolan. Dhe prit, ka më shumë. Njerëzit kanë filluar të bëjnë reaction videos ndaj gorillave që bëjnë podcast. Dhe gorillat reagojnë ndaj reagimeve. Po jetojmë në një univers të krijuar nga AI ku çdo video është më qesharake se më parshmja. Tesla robot ose siç e quan Elon Musk, shoku i tij dhomës që nuk ankohet kurrë, nuk ka dhe nuk ka nevojë për pushim cigareje. Po flasim për Tesla Bot, Optimus. Aktualisht ndodhet në fazën beta, por ka filluar të bëjë punët e shtëpisë. Po, në disa video të reja Tesla Bot shfaqet duke palosur rrobat më qetë se çdo adoleshent. Ai lëviz me kujdes, përdor kamera, sensor dhe muskuj artificial për të analizuar mjedisin dhe ndërvepruar me ta. Sipas Elon Muskut, Tesla ka përmirësuar koordinimin, qëndrueshmërinë dhe aftësinë për të kuptuar objekte në hapësirë. Ai sa roboti mund të bëjë detyra të përditshme si palosje rrobash, sjellje objektesh, hedhjen e plerave e të tjerë. Ende nuk është gati për treg, por qëllimi final është robot me inteligjencë artificiale që mund të zëvendësojë njerëz në punë të lodhshme, të rrezikshme apo të mërzitshme. Ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe dëgjohemi në episodin e radhës. Mirupafshim nga unë Mateo Kadriu.